Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku me urdhër të prerë, mos konsumoni vaj ulliri nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Vaj ullirit është një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Përmban fenole sterile dhe njëkohësisht acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyra esenciale të cilat e bëjnë pa diskutim mbretjen e tryezës për një shëndet sa më të mirë. Konsumimi i tij nga ana tjetër është i sigurt në qoftë se ai merret ashtu siç duhet nga goja ose aplikohet në lëkurë, por në fakt ju duhet të dini se studime të ndryshme kanë treguar se vaji i ullirit nuk është i tolerueshëm nëse konsumohet në disa gjendje të caktuara shëndetësore. Diabeti. Vaji i ullirit mundet që të ulë nivelet e sheqerit në gjak. Për këtë arsye, të gjithë personat e prekur nga diabeti duhet që të kontrollojnë vazhdimisht nivelin e glukozës dhe insulinës në qoftë se përdorin vaj ulliri. Mos konsumoni vaj ulliri para një ndërhyrje kirurgjikale. Vaji i ullirit mund të ndikojë tek sheqeri në gjak duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të saj gjatë dhe pas operacionit. Mos përdorni vaj ulliri 2 javë para operacionit. Mos konsumoni vaj ulliri në qoftë se po trajtoheni për tensionin e lartë të gjakut. Përdorimi i vajit të ullirit së bashku me ilaçet për tensionin e lartë të gjakut mund të shkaktojnë ulje të tensionit të gjakut dhe kështu mund të shkaktojë ulje poshtë normales, prandaj ju duhet të përpiqeni që të monitoroni në mënyrë vigjilente dozat e tij gjatë ditës. Mirë po duhet të keni parasysh se edhe gratë shtatzëna dhe nënat të cilat ushqejnë fëmijët me gjy duhet të kenë kujdes. Për këtë fakt nuk ka mjaftueshëm të dhëna të sigurta rreth përdorimit të produkteve të vajit të ullirit gjatë shtatzanisë ose të ushqyerjes me gjy. Mos përdorni sasi më të mëdha se sa përdoren zakonisht në ushqime. Vaji i ullirit njihet për vlerat fenomenale që ofron organizmi i njeriut. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë rregullisht vaj ulliri janë më pak të prirur për të vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Por kur vjen puna tek gatimi, temperatura e lartë është armiku i tij më i madh. Antioksidantët shuhen. Sipas studimeve, vaji i ullirit përmban shumë polifenol mirëbërës për shëndetin e zemrës, të cilët shkatërrohen në temperaturë të lartë. Polifenolët janë të pasur me antioksidantë të cilët degradojnë kur vaji nënshtrohet një temperature të lartë dhe të vazhdueshme. Në momentin që vaji nxehtë nis edhe të lëshojë tym, të gjitha substancat mirëbërëse shpërbëhen dhe formojnë agent të dëmshëm kimik për shëndetin. Acidet yndyrore shkatërrohen plotësisht. Vaji i ullirit është një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6. Këto acide janë ekstremisht të ndjeshme ndaj nxehtësisë, që do të thotë se edhe kur vaji nxehet shumë në temperaturë të lartë, këto acide të dobishme shkatërrohen. Kjo nënkupton se vaji i ullirit në gatim nuk është një zgjidhje e mençur, sepse nuk ka as edhe një përfitim për shëndetin. Nxehja nxit tymra toksik. Vaji i ullirit ka një pikë shumë të ulët djegje edhe në momentin që e kalon këtë nivel, ai lëshon tymra toksik. Gatimi me vaj ulliri në temperaturë të lartë nxit çlirimin e disa molekulave, ekspozimi afatgjat ndaj të cilave shoqërohet me probleme shëndetësore. Mënyra më e shëndetshme e gatimit të vajit të ullirit është duke hedhur atë në sallatë,
perime të gatuara me avull, supë apo edhe në një fetë bukë. Sipas studimeve, konsumimi i një luge vaj ulliri esa në mëngjes ofron benefite të rëndësishme për një organizëm të fuqishëm për gjatë të gjithë ditës. Mirë, po kjo nuk do të thotë se vaji i ullirit nuk ka përfitime shëndetësore. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij çdo ditë do t'ju lejojë që ju të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë që ai bën në trup shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, ju duhet që të konsumoni çdo mëngjes një lug vaj ulliri për këto arsye. Shndërron lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit është përgjegjës për një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen dhe ëndjen dhe gjithashtu ai mundet që të ngadalsojë edhe shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral. Ndihmon të humbisnin në peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhëtare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt pozitiv në peshën e trupit tuaj. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar I cili provoi se konsumimi I vajit të ullirit ka një efekt pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar I cili provoi se konsumimi I vajit të ullirit I ndihmoi ata të humbisnin në peshë. Është I mirë për trurin. Konsumimi I rregullt I vajit të ullirit heq të gjitha grumbullimet e pllakave brenda qelizave tona të trurit. Këto pllaka munden që të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pijnë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se sa ata të cilët mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji ulliri ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur konsumohet me vajin e peshkut, një burim I pasur I acideve yndyrore omega 3, përbërje të cilat gjenden në vajin e ullirit ekstra të pastër e përmirësojnë shëndetin dhe njëkohësisht ngurtësinë e mëngjesit të cilat shkaktohen nga artriti. Zvogëlon gjithashtu inflamacionin. Pasurimi I dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqimet të tjera të pasura me acide omega 3 zvogëlon gjithashtu sasinë e inflamacionit në trup. Nga ana tjetër mundet që të ndihmojë edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje bakteriesh të cilat jetojnë në stomak munden që të shkaktojnë ulcer. Vaji I ullirit është provuar se lufton efekte dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ulliri në ditë mundet që të shkatërrojë të gjitha bakteret e dëmshme më pak se 14 ditë. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse I keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve
ju shkakton alergji, e mira është të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.